Trolla janë problemet në botë që i ndojnë njerëzit ma shumë se sa ajo çfarë ndodh mes hebrejve dhe palestinezëve në lindjet mesme. Nëse po menoni që ky polarizim është veç për shkak të zhvillimeve në 2 vitet e fundit, atëherë krejt çka muj me thonë është ose jeni shumë të ri ose shumë të palexuar. Ky problem është minimumi 2000 vjet i vjetër. Nëse e doni menimin tem të pastër si Loti, unë parimisht mendoj që ndaj asnjë populli nuk ka ma shumë urrejtje se sa ndaj hebrejve. Pra, antisemitizmi është real dhe kështu është kanë që prej kohës perandërisë romake e cila ka sundu në atë pjesë. Kulmi i tij ose kulminacioni i antisemitizmit ka ndodhur gjatë luftës 2 botërore ku janë vrarë rreth 6-7 milion hebrej pe gjermanëve në bashkëpunim çebesa edhe me popull tjerë evropian. Gjithashtu, jam i ndomë ndysh kur e shoh se çka ndodh në Gazë, ose çka ka ndodh para se me ndodh kjo çka po ndodh në Gazë. Pra, në tetor të vitit 2023, forcat e Hamasit hynë brenda territorit Izraelit, i vranë mijëra vet, i dhunun e i kidnapun qindra tjerë, edhe ato para syve të këtë botës. E di, derisa unë po i tham këtë fjalë, disa për juve tash i keni kcy tastaturës edhe mi dhonë opinionet e juja. Sido që tjetë, lajmi i mirë është që më në fund bota po doket ma e bashkume se asnjëherë tjetër me i dhonë fund mizorisë në Gazë, duke ofru një zgjidhje politike të qëndrueshme për atë rrip të tokës ku jetojnë 2-3 milion njerëz, nëse mundet me u quajt jetë. Kumara i këtij projekti është Tony Blair, njëri pi kryeministrave botëror më të dashtën për shqiptarët e Kosovës, duke e pas parasysh rolin që ai e ka lujt për lirinë tonë në vitin 1998-99, kur ai është qenë kryeministër i Mbretërisë Bashkume. Blair, bashkë me dhënërin e Trumpit, Jared Kushnerin, me autorizim të Donald Trumpit, janë kanë të i punu në një plan tash një kohë gjatë, e i cili plan është i inspiruar me planin e mas luftës Kosovës, kur një administratë ndërkombëtare ka pas marrë kontrollin mbi Kosovën, derisa Kosova të zhvilloj kapacitetet e veta dhe qeverisëse. Njëjtë po doket ka me konë edhe plani për Gazë, Spaku, që shto janë ka raportojnë që 2-3 ditë mediat kryesore të botës. Edhe ata kanë me pas një farë ulmikut vetin, kurse nëse në Kosovë shefi i parë i ulmikut është konë francezi simpatik Bernard Kouchner, atje pritet me konë vetë Tony Blair. Plani quhet Gaza International Transitional Authority ose shkurt GITA. Në Kosovë është quajt United Nation Mission in Kosovo, UNMIK. Ky institucion i ri, sipas planit, ka me konë autoriteti më i lartë politik e juridik në Gazë për 5 vjet. Fillimisht selia e këtij institucioni ka më konë vendosën në Egjipt në kufi me Gazën, e mane ka mush vendosën në Gazë derisa të krijojnë kushtet elementare, bashkë me një forcë shumë kumshe, kryesisht arabe. Krejt kjo është e modelume sipas eksperiencës Kosovës, e rasti i Kosovës në botë merret si rast i mirë ku bashkia ndërkombëtare ka pas drejt. E tash, pse pro modeli i Kosovës është interesant? Mas luftës, OKB e vendosi UNMIK, një administratë ndërkombëtare që i ka pas marrë krejt kompetencat politike, ligjore dhe ekzekutive për krejt territorin e Kosovës. Për disa vjet, UNMIK ka pas dorën mbi çdo vendim që është marrë këtu, pej ligjeve që janë themelu e deri te shërbimet ditore. Është konë periudhë plot tensione, po megjithatë u kriju stabilitet minimal e u ndërtuan institucione e në fund u hap edhe rruga për pavarësinë e Kosovës. Në Gazë, GITA parashihet me pas një bërd prej 7 deri në 10 antar, përfshin një palestinez, disa ndërkombëtar e disa përfaqësues nga bota arabe. Për më shumë, 5 komisioner kanë mimbulu fushat kyçe, humanitare, rindërtim, siguri, ligje, edhe koordinimin me autoritetin palestinez i cili është në bregun perëndimor. Përditshmëria e qytetarëve ka mu menaxhu prej një autoriteti ekzekutiv palestinez që i merr përsipër shërbimet në shëndetësi, në arsim edhe në financa. Por dallimi i madh me Kosovën është ky. Në Kosovë ka ekzistuar një rrugë drejt pavarësisë, ose Spaku është ditë që Kosova po shkon drejt pavarësisë. Edhe pse UNMIK-u nuk e ka shpall qartë afatin, gjithë se cili e ka ditë që shqiptarët na po shkojmë drejt krijimit të shtetit. Me planin për Gazën nuk ka diçka të tillë në horizont,
sepse pushteti i ka lënë autoritetit palestinez. Kjo po i bën nervoz lider të botës arabe, cilët po thojnë se pa një datë konkrete, kur ka më u njoft shteti palestinez, ata nuk e kanë nërmen me dhonë as trupa paqësore e as pare për zhvillimin e Palestinës. Për Izraelin kjo punë është pak më ndryshe. Për Netanyahun, një administratë ndërkombëtare nën Tony Blairin është garanci që Gaza s'ka me marrë shpejt autoritetin që e ka autoriteti palestinez. Blair ka raportet mira me shumë kryeqytete të xhirit e kjo për Izraelin është një rahati. Por Blairi është deri dikun i kontestuar për palestinez. Shumë prej tyre e shohin si pengus të shtetësisë edhe nuk e harrojnë për krahjen që ai e ka dhënë në kohën kur administrata amerikane ka ndërhyrë në luftën e Irakut. Pra, për amerikanët është njeri i duhur, për palestinezët jo qatë shumë. Në fund, krejt kjo punë varet prej dy aktorëve, prej Netanyahut edhe prej Hamasit. Pa marrëveshje për pengjet e pa ndaljet e ofanzivës ushtarake, kur fare administrate tranzitore s'ka me mujt me funksionu. Modeli i Kosovës na mëson diçka. Ndërhyrja ndërkombëtare mundet me pru stabilitet të përkohshëm në një territor të caktuar me i qel rrugë shtet ndërtimit, po veç nëse ka konsensus edhe ka kalendar të qartë se çysh kanë mu zhvillu rrjedhat politike në atë hapësirë. Nëse këto gjona nuk janë të shprehura në mënyrë decisive, atëherë rreziku është që Gaza me u shndru në një protektorat pa fund edhe pa legitimitet. Sponsorët videot mia, siç më tash e dini, është Mobisim, e cila është eSIM, muni me të downloadu në iOS dhe në Play Store dhe me përdor kur u thënë jashtë Kosovës, se kur të vini në Kosovë, është farmacia Riga, që është farmacia më e madhe në Kosovë me rreth 100 pika, është kafe Pavin edhe është Jus Kosova.